Ju sot për fatin më të keq, më të papranueshëm, jeni fermerët më të diskriminuar në rajon dhe në Europë. Ju jipni 20% të prodhimit të brendshëm dhe merrni 0,019% të tij. Nuk ka pabarazi dhe pa drejtësi më të madhe se kjo. Ta kthem në shifra tjera. Fondi buxhetor për bujqësinë reali është 32 milion euro. Në shifra është 52, por atë pjesë e marrin burokracia dhe e merr administrata. Fermerëve u ngel për të gjithë dërmtaritë e tyre u ngelen 32 milion euro. Nuk ka shifër më qesharake. Absolutisht, çdo fermer tjetër jashtë kufive të këtij vendi, pas brit në Greqi se aty është krejt tjetër, po duke marrë Maqedoninë, Kosovën, Malin e Zi, kanë të paktën 6 herë më shumë subvencione. Të paktën 6 herë më shumë. Çfarë ndodh kështu? Dhe përveç subvencionit, të gjitha këto vende pa përjashtim, fermerët e marrin naftën me gjysmën e çmimit që e merrni ju. Pra, ka një politik, ju mund të habiti, por ka një politik absolutisht armiqësore ndaj jush.